Në Sahihun e Muslimit transmetohet nga Jabir ibn Abdullah al-Ansari, që ka thonë se e kam dëgju pejgamberin alayhis salam, 3 ditë para se me vdek, 3 ditë para se me ia dorëzu shpirtin Allahut subhanahu wa taala, e kam dëgju duke thonë: askush prej juve të mos vdes përveç se duke pas mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala. Nëjna musliman, elhamdulillah, falëndërimi të kon Allahut, dhe na do të me pas çdo herë mendim të mirë për Allahun. Edhe kur Allahu na jep një të mirë, kemi mendim të mirë për Allahun. Edhe Allahu kur na çon një sprov, na prap kena mendim të mirë për Allahun. Sa Allahu na jep të mirën me urtësinë e tina dhe na çon sprovën me urtësinë e tina. Te Allahu nuk ka sherr asgjë. Allahu edhe sprovën kur ta çon, ti do këtë e keqe, ti heka, më kjo është hajër për ty. Ti edhe një fatkeqësi kur e ke, ti edhe një dhimbje kur e ke, ajo është hajër për ty. Kjo është të mirën tënde, se Allahu nuk i bën padrejtësi robërve të tij asnjëherë. Allahu ty asnjëherë nuk bën padrejtësi. Allahu ty asnjëherë nuk të bën keq. Por Allahu të sprovon tyje. Allahu të sprovon që me t'i fal gjënat e tua. Allahu të sprovon që me t'i rrit gradët në xhenet. Allahu të sprovon me ta këshyt imanin tanë edhe besimin tanë, sa jeti i fort në iman dhe sa jeti i fort në besim. Pra, te besimtari, te muslimani, çdo herë është hajër. Që thot pejgamberi alayhis salam se çuditshme është puna e besimtarit, kur Allahu ja jep një të mirë, ai e falënderon Allahun dhe kjo është hajër për ata. Kur Allahu ja çon një sprov, kur Allahu ja çon një bela, një fatkeqësi, ai pajtohet me caktimin e Allahut. Edhe prapë kjo është hajër për ata. Te muslimani në të dyant është hajër, edhe në begati, edhe në vështirësi, edhe në të mira dhe në të këqija. Sa herë është hajër për besimtarin. Asnjëherë nuk është keq. Mirë po imani njerëz është i dopt. Ditëria e njerëzve për Allahun subhanahu wa taala është e mangët, është shumë e vogël. Nërsa ata të cilët e njohin Allahun subhanahu wa taala përmes emrave të tij të bukur, përmes cilësive të tij të larta, asnjëherë nuk ka mendim të keq për Allahun. Asnjëherë nuk ka mendim të keq për Allahun, se Allahu është bujar, Allahu është fisnik, Allahu është i drejtë dhe nuk i bën padrejtësi askujt. Prandaj, keni mendim të mirë për Allahun në çdo gjendje dhe në çdo situatë. Kur të ka kap një vështirësi, të ka kap një sprov, mos me nëse Allah është të desh tyje, Allah është të desh tyje dhe të sprovua. Allah është duke desh ty dhe është duke të lanë diçka të mangë të jetën e kësaj bote, me të mungu diçka jetën e kësaj bote, që Allahu me ta kompenzun botën tjetër, që Allahu me ta kompenzun xhenet.